A kena fillu? E kenez? Mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Po lexoja sot në historinë e sahabëve të rinë në moshë, si të thush rinia për rreth pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe duke lexuar për sahabiun e dashur El-Barra ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur me të, gjeta një transmetim shumë interesant. I dërguari i Allahut majti një ditë një hutbë përpara nesh, pranë edhe një këshill. Aq sa edhe vajzat e reja në shtëpitë e tyre e dëgjuan atë fjalë. Pra si të thush pejgamberi alayhi salatu wasalam ka fol me një za kumbues, saqë e kanë dëgjuar edhe komshit. Varet fjalë këtu për njerëz që nuk prezantojnë në xhami në momente të caktuara. Tha alayhi salatu wasalam: "O ju që keni besuar me gjuhët tuaja dhe nuk ka hyr imani në zemrat tuaja." La ilaha illallah. Shikoni sa fjalë e madhe. O ju që keni besuar me gjuhët tuaja dhe nuk ka hyr besimi, pra imani, në zemrat tuaja, mos i përgojoni muslimanët dhe mos i ndjeqni të metat e tyre, sepse ai që ndjek të metat e vëllasë të tij, Allahu do të ndjek të metat e tij. Dhe atë që Allahu janë ndjek të metat e tij, do ta korris, do ta poshtnoj, qoftë edhe në zemër të shtëpisë së tij. La ilaha illallah, një fjalë shumë e madhe, edhe shumë e frikshme. E para, pejgamberi alayhi salatu wasalam na vë përballë një fakti me të cilin është përballë, edhe që e shohim edhe në realitetet e jetës sonë të përditshme. O ju që keni besuar me gjuhët tuaja dhe nuk ka hyrë besimi në zemrat tuaja. Pse e thot këtë? Sepse besimi kur hyn në zemrën e njeriut, e shëron atë dhe e transformon të Zotin. Që do të thotë, nuk mund të jetë njeriu edhe besimtar edhe përgojus. Sikurse nuk mund të jetë njeriu besimtar dhe njëkohësisht gënjeshtar. E sikurse nuk mund të jetë edhe besimtar edhe imoral. E sikurse nuk mund të jetë edhe besimtar dhe thuj sa të duash prej veseve, që me praninë e Islamit dhe praninë e imanit në zemër, njeriu shërohet prej atyre veseve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë rast vëgishtin me një plagë e cila, subhanallah, mund të jetë në plagët më të vjetra dhe më të lashta të historisë së rasës njerëzore, përgojimi. Në realitetin e sotme ka shumë familje të dashurit e mi që janë prish për shkak të një fiale të papërgjithshme nga dikush. Në realitetin e sotme ka njerëz që flasin pa asnjë lloj përgjegjësie për fjalën që thonë, duke u bërë shkak për përhapjen e ligësisë, dashakeqësisë, për përhapjen e hasmërive, sepse ai që të përgojon edhe ja lejon vetes së tij të flasë për tjetrin pas shpine e të shpif për të, mund të përballet edhe me reagimin ose të personit vet, atë dikujt që ai ka përreth, sidomos sot në kohën e rrjeteve sociale. Dhe hapni rrjetet sociale dhe shihni se sa të ligj janë shumë njerëz, edhe për atyre që ndoshta i dim apo i njohim si besimtar, kur marrin të flasin për tjetrin, e të përgojojnë, e të shpifin, e të trillojnë, dhe a nuk mendojnë këta se përveç se do t'japin llogari përpara Allahut azza wa jall, dhe përveç se kanë marrë novkën e njerëzve që besimi i tyre nuk ka kalu kufinin e gjuhës, po mund të përballen edhe me reagimin e dikujt që e përflasin, e përgojojnë, a prej të dashurit të tij, dhe çfarë ndodh? Ndodh që përhapet e keqja në mesin tonë. Pra këto njerëz me këtë lloj mendësie kthehen në masa tumorale në trupin e shoqënisë ku ata jetojnë. Dhe dashje pa dashje, një shoqëni që e ka përgojimin si bazë të rëndësishme të përditshmërisë së saj, është shoqëni toksike. Po t'i thuj, ka njerëz që shpifin dhe trillojnë në mënyra nga më të ndryshmet, pa asnjë lloj përgjegjësie për atë që thonë. Si do dalin nesër para Allahut azza wa jall, i cili
në krye të herës na tërheq vëmendjen nëpërmjet surës El Hujurat që mos me e përgujo njëri tjetrin. Mos me e marrë në përgojë njëri tjetrin. Madje e konsideron përgojimin për gjunaheve të mëdha dhe e konsideron personin që përgojon tjetrin, pra vëllain e tij, si dikush që ushqehet me kufomen e vëllas së tij. Dhe kjo është diçka neveritshme. Domethënë, a përfituroni dot një person duke ngrënë kufomen e vëllas së tij? Audhu billah. Zot na ruaj. Është neveritshme. Është e fëlliqt. Fësi ky veprim është edhe përgojimi. Dikush e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, po sikur ajo për cilën unë po flas pas shpine për vllain tim, është e vërtet?" I tha: "Kjo është përgojim. Do të thosh se na lume. Është për gjunaheve të mëdha, e nëse nuk është, pra ti po trillon, ti po shpif, ti po gënjen për vllain tënd. La ilaha illallah." Vëllezër, motra, ky është një fenomen shumë i rrezikshëm edhe shumë dëmtues në përditshmërinë tonë. Prandaj më e pas frikë Zotin të dashurit e mi. Edhe mos me leju që shejtani me na tërheq drejt prishjes së ekuilibrave të marrëdhënieve tona shoqërore. Nëse ti i din vllas tan, të afërmit tan, një të njoftunit, i din një të keqe, shko dhe këshilloja të dorë për dorë. Mos e përfol në për tavolina. Mos e merr në përgoj poshtë e përpjet. Mos shkruaj kundër ti duke e korrit poshtë e përpjet. Se kush jeti? Dhe ç'a jeti? A do të dëshiroje ti që dikush me bën me ty siç ti po bën me atë, me X-in, me Y-in, me këto qoftë? A do të kishe dëshirë që të hysh në një ambient dhe të gjesh shok tuaj, koleg tuaj, të afërm tuaj, dashamir tuaj, duke fol pas shpinën për ty? La ilaha illallah. Nuk e don veten. Mirë, po nuk e duan veten as ata kur të shohin ty përpara durve të tyne. Prandaj shoqënia e besimit është shoqëni që muslimani nuk e përflet muslimanin. Dhe muslimani nuk gjurmon të metat e muslimanit. Kam dëgjuar se ka shku, ka ardh, ka ba, ma i mori, si i fitoi, ka i del rroga, si i del muji, ç'a punon, ç'a s'punon. La ilaha illallah. Ore, merru me veten tënde. Merru me veten tënde. Dhe mos gjurmo, sepse ti nuk je ftuar dhe nuk je thirrur në këtë botë për të pa këtë veprim. Yahya ibn Muadh thot kështu: le të jetë hiseja e besimtarit në ty 3 cilësi. E para, nëse nuk i sjell dobi, mos i bëj dëm. Nëse nuk e gëzon, mos e hidhro. Dhe nëse nuk e lavdron, mos e shaj. Do të herë mendoj të thuj, në marrëdhënie me çdo njeri besimtar, ose do t'i sjell dobi, ose do ta gëzoj, ose do ta lavdroj. Edhe të kundërtën. Stop. Stop. Mirë, po kam diçka mrena për mrena, shko dhe thuja. Po nuk mundem, ma e për vete, thuj, ja rob, unë mendoj se filani është duke bë kështu, ti e din ma se mirë, udhëzoje nëse është në gabim. E nëse unë jam gabim, më fal, edhe fale edhe atë së bashku e mu. Ma mirë. Për fund, dikush erdhi tek një prej dietarëve të kohës së tij dhe i tha: kam dhe mëshuri për ty. I tha: hajër, pse? Sepse kam dëgjuar njerëzit duke fol për ty, duke të përgoju. Ai tha: në fakt, duhet kesh dëmshuri për ata? Jo për mua. Sepse unë jam bind Allahut duke mos fol për ata. E ata e kanë thy urdhrin e Allahut dhe me përgojojnë. Është shumë e thjeshtë. Prandaj duhet kemi dëmshuri për ata që na përgojojnë. Duhet kemi dëmshuri për ata që shkruajnë statuse, story, dhe shpërndajnë trillime dhe fiksime dhe vezveset e tyne i shpërndajnë në mesin e njerëzve si të ishin revelat hyjnore. Në fakt, të gjitha ato së bashku janë revelat e shejtanit të mallkuar. Përgojimi është landë kryesore në shkollën e shejtanit të mallkuar. Përgojimi hap dyert e xhehenemit. Për fund, ja Rasulullah, i sollen në vëmendje një grua e cila nuk falet shumë natën, edhe nuk agjeron shumë nafile, mirë po është shumë goja amel.
tha ajo është në xhennet. Pastaj solli në vëmendje një gru shumë të devotshme, që falej shumë natën, që agjëronte shumë nafile, mirë po kishte një tmet. I lëndonte komshit e saj me gjuhën e saj. Tha alayhi salatu wasalam, hiya fi an-nar. Ajo është në zjarr. Fund. Allahu ju dashur.